Jemi rikthyer dhe tashmë e kam atë vajzën e guximshme për të cilën patë edhe pak te kronikat të cilën e kishim realizuar dhe tashmë e kam në studio dhe do të flasim për të gjitha nga pak. Emira, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi, sidomos kur jam në Shkup, në qytetin e Lindjes. Në qytetin tënd. Se gjithë të njohin sikur je prej Manastiri, por që ti je prej Shkupit. Pikërisht, po, edhe kur jam në Shkup e kam atë emocionin pak më të gjallë, më real. Të mungon, të mungon Shkupi. Më thua pak si ka filluar ky vit, si ke kaluar edhe këtë muaj e parë të këtij viti. Ende jemi në janar, po janari më duket pak si shumë i gjatë kështu si vit. Për mua ka qenë i shkurt. Ti dëgjoj ti që është i gjatë, për mua ka qenë shumë i shkurt. Mund të them ka qenë një vit shumë i mirë për mua, krahas vitit të kaluar 2024 që ka qenë një ndër vitet më të këqija, por ky vit ka qenë shumë i mirë, aktiv, domethënë kam qenë gjithkohës me fëmijët e vegjël, edhe duke punuar me fëmijët e vegjël, e ndjej atë pastërtinë e tyre të, si thema, dashurinë e çifter dhe ajo më bën mua shumë të lumtur dhe do me thënë nuk e ndjej edhe kur shkojnë ditët, kur shkojnë javët, do me thënë më bën më pozitive. Të jep jetë, apo të jep më jep energji, më jep jetë, më jep frymë gjithçka. E përmendet 2024, pse ka qenë viti më i keq? Të gjithë mendojnë se ka qenë në fakt viti i nismës, kur nisma ishte shumë aktuale atëherë, por në fakt unë nuk do e kisha besuar asnjëherë që vështirësitë më të mëdha do i përjetoja pas hapjes së bibliotekës, jo para se të hapej. Ka qenë një vit shumë i vështirë për mua, një vit që nuk dua fare ta kujtoj, por që i ka edhe ato frytet e mira. Frytet e mira janë që unë jam bërë shumë e fortë, mund të them një njeri pa ndjenja, domethënë nuk jam një person që e merrja gjithçka afër zemrës emocionale. Jam bërë shumë e fortë, kam dalë fitimtare, kam fituar të gjitha betejat të cilat i kam hasur dhe jam kthyer shumë e fuqishme se gjitha viteve përpara të cilat i kam kaluar. Prandaj, përpos që ka qenë një vit shumë i rëndë për mua, ka qenë një vit më i suksesshëm për arsye se i ka fituar betejat që ndoshta të rinjët e moshës time do ishin ndërzuar çamotin. Sigurisht, edhe këto sfidat besoj atë që e the, domethënë të bëjnë edhe më të fortë dhe ja ku sot je, e kalove atë 2024-ën, tash e kalove edhe 2025-ën me sukses dhe sigurisht që pritet edhe 2026-a me sukses. Por do të flasim, unë dua të ndalemi edhe tek vështirësi që ka pasur gjithë kjo iniciative jotja sigurisht, por një herë të fillojmë pak me një pyetje që unë kam dashur të ta pyes, më trego pak çfarë është atë dashuria për ty, për te fjalëve të mëdha që ne i dimë. Atë dashuria është ta duash kombin, ta duash popullin tënd, domethënë historinë tënde edhe më shumë se vetja dhe familja yte. Gjithmonë e kam vëretur që ne gjithmonë jemi ata të cilët i bëjmë shqiponjen edhe aq mjafton, domethënë. Mendoj se të gjithë të rinjët mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha për kombin ton, nëse fillojmë të gjithë të bëjmë ndryshime që nga hapi i parë. Është shumë i vështirë, do hasesh në vështirësi të panumërta, të paimagjinueshme, por nëse me të vërtet e duam të kaluarën ton, historinë ton, kombin ton, i mbyll syt edhe nuk mendon as pak për pasojat të cilat mund vinë. Më ka pëlqyer një thënie në një libër që e kam lexuar në vitin 2022, Kombi në zhvillim, të dy autorëve amerikanë, i cili thotë, kur është puna në pyetje për kombin tënd, mos mendo më shumë një herë apo dy herë, edhe nëse është gabim ndoshta mendimi yt, nëse është qëllimi i pastër ti bëje, se do të del. Edhe unë domethënë kur e kam nisur nismën, nuk e ka ditur askush, as familja, as shoqëria, as askush. Për të gjithë njerëzit erdhi shumë surprizë. Ishte pikërisht kjo që të fillojmë nga diçka pa i pyetur të tjerët, se duke pyetur edhe shumë njerëz, ndonjëherë edhe na hasim në hap të gabuar. Njeriu kur dëgjon veten nuk dështon asnjëherë. Por e rëndësishme është që të besojmë në Zot, të kemi llogaritë e pastra me Zotin, pastaj gjithçka do jetë pozitive. Shko mirë. E vërtet, dhe këtë bëre ti në fakt. Këtë e bëre, dëgjove veten tënde, veprove asaj që mbase kombit të thirrte, ishte mbase një thirrje e kombit dhe këtë në fakt dua, sepse të thash më herët që shumë njerëz kanë menduar që je prej Manastiri, sepse tashmë ti jeton në Manastir dhe bibliotekën e hape atje, por që ti je prej Shkupi. Si ka qenë vendimi që e more të ikish prej Shkupi të shkosh në Manastir, sepse di që ti e ke bërë këtë thjesht po ta quajmë për patriotizëm, pra për çështje kombëtare. Shumica e njerëzve më thonë ka raste kur të gjithë praktisin qytetet e vogla, si Manastiri, Struga, Gostivari, për të ardhur për të jetuar në Shkup, se kryeqyteti është ai që ofron më shumë mundësi për të jetuar. Po si e bëri ti të kundërtën, domethënë nga kryeqyteti erdhi në Manastir. Domethënë Manastiri nuk është një qytet i zakonshëm, nuk është një qytet i thjeshtë, është një qytet që ka me të vërtet një peshë shumë të madhe kombëtare. Edhe ta kemi parasysh që shqiptarët atje vite më radh kanë qenë sikur një zë i heshtur, domethënë askush nuk është interesuar për ata.
në fakt ata janë atje, manastiri ka shqiptar, thjesht kanë pasur për një ndihmë konkrete. Edhe domethënë u vendosa, në fillim e kisha të vështirë, pasi që unë lash familjen, shoqërinë, jetën, gjithçka këtu në Shkup. Por tani jam shumë e lumtur pasi që kam krijuar një jetë krejtësisht të re. Kam krijuar shoqëri të re, prindërit e zogjve, zogjt e vegjël, domethënë mësuesët, dhe tani jam shumë e lumtur në atë qytet. Plus asaj që kam Korçën shumë afër, se Korça është një qytet që unë shumë e kam dashur që në Vegjëli, domethënë qytetin e Shqipërisë. Kjo më bën më të lumtur pasi që i kam edhe Strugën shumë afër, udhëtoj shpesh. Domethënë kam gjetur mrekullit edhe atje në manastir dhe kam vendosur që më nuk do largohem asnjëherë nga qyteti i manastirit, do jetoj atje. Shumë interesante kjo. Të rrallë janë, sepse me të vërtetë unë njoh edhe njerëz të cilat janë prej manastirit dhe janë shpërngulur, kanë ikur ose në Tiranë ose në Shkup ose në vende të tjera. Megjithatë, ti ke vendosur që të shkosh dhe jo vetëm të shkosh të jetosh në manastir, po të kontribosh për shqiptarët e manastirit. E ke ndjerë, duke qenë se e ke parë domethënë edhe më herët edhe tash jeton, e ke ndjerë që shqiptarët e manastirit janë të lënë pak anash pasdore nga gjithë shqiptarët e tjerë pas. Shumë janë të lënë pasdore, edhe sikur nuk përfillen fare edhe nga autoritetet këtu në Maqedoni. Për shembull, unë jetoj atje, as nuk e kanë shumë vështirë të punësohen, edhe pse e meritojnë në fakt. E kanë shumë problem të kyçen në institucione, sikur tani edhe ata që ishin dolën nga puna, domethënë tek neglizhuar edhe ata i bën pesimist. Janë jashtëzakonisht shumë të lënë pasdore dhe nuk punohet sa duhet me shqiptarët e manastirit, ku ato meritojnë shumë më shumë. Pra diskriminohen, në një farë mënyrë edhe diskriminohen. Absolutisht diskriminohen. Pse ata mos të punësohen ku ju takon? Nuk po tham ku nuk ju takon. Për shembull kam mbaruar studimet, pse nuk mos të futet aty ku me të vërtetë mund të jetë shumë dobi prurës edhe për bashkëventasit, bashkëkumbasit e tij atje. Por kjo gjëja domethënë që ata i neglizhojnë, i shpërfillin, nuk i respektojnë, i bëjnë që ata të dëshpërohen, edhe më pas i kemi këto probleme të cilat i kemi sot. Po, problemet që mbase me kalimin e kohës edhe do të rregullohen, sepse iniciativa jote do të ndihmojë edhe te kjo. Absolutisht, po, domethënë gjithmonë kam vetëm një lutje që shqiptarët e manastirit t'i marrin pozita të cilat ju takojnë. Domethënë as më pak, as më tepër, të kyçen nëpër institucione të cilët ata e meritojnë. Kaq e thjesht. Pikërisht. Ashtu siç duhet edhe siç duhet të trajtohen edhe ajo pjesë e qytetarëve sigurisht. Pikërisht. Si është të jesh një vajzë e re? Në çfarë moshe ke vendosur që ta lësh krejt jetën tënde dhe të shkosh? Në moshën 23 vjeçë, tani jam 26. Pra në një vajzë e re që e mor këtë iniciativë, sa e vështirë është që për një vajzë të re të marrë gjithë këtë iniciativë? Është shumë barë e madhe. Në radhë të parë do njohësh shumë njerëz. Edhe të gjithë njerëzit që i takon nuk mund të jenë të gjithë të mirë. Të detyron situata ti të ulesh me lloj njeriu, të jesh shumë e kujdesshme. Kam pasur kurthe, vështirësi, intriga pafund. Edhe ta kalosh një situatë të tillë, një provim kaq të rëndë, në një moshë kaq të re, padyshim se është jashtëzakonisht i vështirë që nuk mund të përshkruhet as me fjalë. Por gjithsesi, ja kam kaluar edhe kjo e bëri edhe aq më shumë fuqizimin e besimit në Zot. Se kush lidhet me Zotin lart, asnjëherë ata që janë në tokë nuk mund ta mposhtin. Kjo ishte një ndër çelësat e gjithë këtij suksesi të madh që u bë hap pas hapi deri në hapjen e bibliotekës, por edhe pas hapjes që ishin ato vështirësitë tmerruese. Po, për të cilat tash do të flasim sigurisht, por atë që e the, është mirë e theksove në fakt, sepse kur je edhe në rrugë të drejtë, në rrugë të Zotit, siç themi ne, gjërat vijojnë, mbase ka vështirësi, por që nuk të lën të pengohesh dhe të rrëzohesh, mbase të pengohesh, por që të ngrihesh përsëri. Cilat kanë qenë sfidat më të vështira, le të themi, sfidat më të mëdha kur ke hapur bibliotekën fillimisht, kur e morë iniciativën, vendose që ta hapësh bibliotekën dhe cilat kanë qenë ato sfidat dhe më pasi e ke hap bibliotekën? Para se të hape, ishte shumë e vështirë se nëse e dini, ka qenë buje madhe, qëllimi ishte që në fillim të hapej në katin përdes të muzeut, ku sot janë ato objekte me qira dhe janë prone tjetër kujt, të ish kryetarit të komunës së manastirit vite shumë më parë. Por pikërisht disa shqiptar e penguan këtë gjë, menduan për të më penguar dhe që të mi vendosin kufi në çdo zgjidhje që unë dua të bëj atje. Nuk i di arsyet, se për çfarë arsye e bën këtë disa individ. Gjithsesi, unë kisha mbështetjen e partnerit tim, edhe monosita nëse këto mendojnë se duke na
kyçur të gjitha rrugët për ta hapur bibliotekën tek muzeu, ne do gjejmë një alternativë tjetër. Alternativa ishte për ta hapur në një objekt tjetër me qira. Pastaj kishim ato problemat e tona që ndruam në heshtje prej në pranverë deri me datën 22 nëntor kur ne e bëm planin për ta hapur bibliotekën. Heshtja ishte shumë dobiprurse për ta mbrojtur misionin, po disa individ që tani nuk dua ta them edhe në studio me asistile tipike udbashe, mundonin që të më nxisin mua që unë të jap informacione në publik, por pavarësisht shpifjeve që i nxirrnin në rrjetet sociale, unë qëndrova e eshtur pasi që e dija finalen se si do jetë dhe që biblioteka do inaugurohet pikërisht në ditën e alfabetit. Deri në ditën e alfabetit, pikërisht këta persona pikërisht nga Maqedonia që janë shqipolës, u mundonin të bënin ndredhira që mua të më nxjerrin nga situata që unë ta jap informacionin, se në momentin që e jap informacionin përishët puna. Ruajtja e informacionit ka një rëndësi shumë të madhe në çështjet e shenjta, edhe në ditën kur u hap, domethënë shpërtheu i gjithaj si ishte mbledhur ajo nervoza, ai sikleti, amleti pikërisht. Shpërtheu, pastaj u hap bibliotekën. Me njëherë, do me thënë, Facebooku e ka një të mirë shumë, që kur poston diçka, ka datën, ka momentin, edhe e di që të paret me njëherë në ditën e dytë të hapjes së bibliotekës, ishin zoqët e vegjël. Ata, do me thënë, ishin si tem energjia që mu njëherë më dha pas hapjes, ja thash ku është shpresa, se unë edhe para se të hape biblioteka, në media në Kosovë mbaj mend se e kam thënë, që unë më shumë po shkoj për fëmijët e vegjël atje. Edhe me njëherë këta erdhën, do me thënë, në bibliotekë, kjo ishte ajo ndjenja e papërshkrueshme imja. Pra në moment të parë që u ha biblioteka, kishte fëmijë të cilët ishin të interesuar për të lexuar dhe për të marrë libra. Pikërisht po, dhe kur i shikoj fotografitë sot, se tani jemi futur për 3 vite, sa të vegjël ishin atëherë dhe sa janë rritur tani. Për ato fëmijët e parë që ishin. Tashmë janë bërë ti je mësuesi atyre apo ajo që përkujdeset le të themi për mira, domethënë ashtu thirrëm nga fëmijët edhe mësueset edhe të mira dhe si dado dhe po, i bëm të gjitha në një rol, le të themi. Sa fëmijë ka, nëse mund ta themi tash, sa zoç, se ti shumë bukur i quan këto zoç. Pikërisht, në fillim ishin 63, tani është 118. Pra interesim ka pasur edhe nga fëmijët edhe nga prindërit. Megjithëse ka pasur, se dim që në manastir ka raste ku fëmijët janë rrit në shtëpi duke folur gjuhën maqedonase, por që përsëri ka interesim shumë delikat. Këtu prap dalim taj problemi i parë që thash që shqiptarët e manastirit neglizhohen. Të gjithë prindërit, domethënë tani i dërgojnë fëmijët në Kopësht, sikur edhe në Shkup se si është, si në çdo qytet. Ka edhe një problem esencial. Në manastir nuk ka Kopësht në gjuhën shqipe. Edhe fëmia normal që kur shkon në Kopësht në gjuhën maqedone, sigurisht që do ta mësoj. Absolutisht po. Kjo është problemi esencial dhe prandaj fëmijët në fillim kur janë shumë të vegjël nga mosha 3 deri në 6 vjeç flasin vetëm në gjuhën maqedone. Dhe kjo është një problem që me të vërtet duhet të trajtohet, por askujt si bëhet vonë se tek e fundit edhe nuk kanë interes vota, është se thonë në manastir s'mund të marrin vota dhe nuk kontribojnë aq sa duhet për manastirin. Këtu fillon hipokrizia kryesore tek ne si popullat. Shumë e vërtet në fakt. Megjithatë, është e bukur që interesimi sigurisht për ta mësuar gjuhën shqipe dhe ata të cilët mbase nuk e dinë mjaft mirë, interesimi është aty dhe nuk i harrojnë rrënjët e tyre. Kjo është e bukur e shqiptarëve të manastirit dhe shqiptarëve në përgjithësi në fakt. Ne jemi popull që e flasin ato skorishton shumë të pastër. Ishte një gazetare nga Kosova e mbaj mend, tha nuk po e di ndodhem në Korçë apo ndodhem në manastir. E kanë një toskorishte shumë të bukur që vetëm manastiri dhe struga mendoj me pjesë, në strug me pjesë dhe flasin, aq toskorishtën e bukur. Po se struga ndahet në gegë dhe toskë. Pikërisht. Edhe manastiri domethënë e flet shumë bukur, edhe nuk i harrojnë rrënjët e veta edhe duan shumë Shqipërinë. Sidomos zotë të vegjël. Sa ju intereson edhe historia, përveç se për të lexuar dhe për të mësuar shqip. Sa ju intereson edhe historia dhe sidomos historia e qytetit të manastirit, sepse është vend siç e the edhe më herët ti. Apo të rriturve. Ju intereson aq zakonisht shumë se për shembull fëmijët e din vetëm se është mbajtur kongresi i alfabetit aq. Ato nuk e din se në fakt ai qytet ishte qyteti i lëvizjeve të mëdha kombëtare dhe jo vetëm i alfabetit. Edhe kjo në fakt i habit fëmijët. Edhe i bën të duan sa më shumë vendin e tyre dhe që të mos shpërngulen. Për shembull kam një vajzë në moshën 13 vjeçe, lexon shumë libra. Edhe ajo domethënë është e vetmja por po flas për moshën e rritur, se këta janë edhe shumë të vegjël këta të tjerët që i shikoni. Pikërisht. Ajo thotë unë asnjëherë nuk largohem nga ky qytet. Domethënë e bën të dashurohet me qytetin e vet shkaku i historisë.
Po, kjo është gjë shumë e bukur që prej tash e mendon këtë gjë dhe në fakt ajo që e theksove që lexon shumë libra. Absolutisht. Ne sot rrallë shohim të rinj të cilët janë të interesuar për të lexuar libra, duke qenë se telefona tashmë i ka zëvendësuar edhe librat, por është e bukur kur në bibliotekë i shef gjithë ato fëmijë me libra në dorë, apo? Absolutisht, po, sidomos kur parashtrojnë pyetje. Janë shumë inteligjent, jo pse unë i dua në fakt, por të gjithë ata të cilët vinë në bibliotekë thonë që me të vërtetë dallojnë shumë fëmijët, pasi që parashtrojnë shumë pyetje, por kanë edhe një të mirë, e duan artin. Domethënë arti është esenca e një populli nëse dëshiron të zhvillohet. Arti dhe shkenca. Tani e din edhe Adrionin, domethënë librarinë që është në Tiranë, edhe vetëm futen edhe japin porosiat e tyre për ato libra të cilat nuk janë në bibliotekë. Pra kërkojnë edhe libra të tjerë për vetë. Po, por që është më interesantja kërkojnë libra shkence, për shembull Artani që ishte para kësaj fotografie, ajo është shumë i dhënë pas matematikës. Domethënë dhe kjo është qëllimi jonë, që këta fëmijë të bëhen shkencëtar dhe kokat e Akademisë Shqiptare në Maqedoni. Unë kam këtë ëndër dhe e di se do realizohet, se besoj shumë në Zot. Ta fëmijë do arrijnë shumë. Edhe në këto fëmijë beson qartë duket kjo që ti ke një fol me pasion për këto fëmijë dhe duket qartë që ke besim të thellë se këto fëmijë do të bëjnë dikush. Unë besoj shumë tek ta, këta më kanë premtuar që do bëhen akademik, mësojnë shumë në shkollë, edhe mezi pres momentin ku me të vërtet të realizohet edhe kjo ëndër shtesë ime atë cilën e kam, që këta ti shoh aty ku unë dua. E tash me siguri të ndjekin e të dëgjojnë, kështu që duhet ta mbajnë atë premtimin që ta kanë dhënë, apo që do bëjnë dikush në jetë dhe do ta vazhdojnë këtë që ti po bën, ta vazhdojnë edhe ato pse jo, edhe për gjeneratat që vinë. Më trego pak ke pas më ke thënë që kur biseduam të janë ngritur edhe shumë kurthe pas e përmende pak a shumë, domethënë pasi ke hap edhe bibliotekën. Dhe shpesh gjëja e parë që mendova mbase kanë qenë kurthe ose kanë qenë vështirësi që kanë ardhur mbase nga pala tjetër, duke qenë se është një bibliotekë në Shqip, por që ka ndodhur dhe kundërta, kanë qenë pikërisht shqiptarët ato të cilët kanë dashur të përmbajnë. Asnjëherë pala tjetër nuk të sulmon direkt. Si e themi në një shprehje në Shkup, duke pas mashëm pse mi ndjek durt. Edhe kjo është përsëritur historikisht tek ne. E them edhe një gjë. Maqedonia e Veriut, se ky është shteti i joni përbashkët i të gjithëve. Domethënë nuk është vetëm një palë. Të gjithë e duan bashkarisht se këtu kemi lindur, të gjithë këtu kontribojmë. Por ky sistem, po flas për sistemin, jo për shtetin. Se shteti thash të gjithë e duan njëjtë. Këtë sistem, asnjëherë ky sistem anti-shqiptar nuk do funksiononte, po mos kishte shqiptar që do punonin për ta. Kjo është e para. E dyta, unë shikoj edhe të rinj të tjerë të cilët merren me aktivizëm që jo po më përcjell dikush, jo po më shikon dikush, të them diçka. Askush nuk e ka interesin mua ose ty të na bëj martire. Nëse dikush dëshiron që të do dëmtoj, të prek emocionalisht, të prek duke t'i shfrytëzuar njerëzit të afërt, domethënë ti duke i pritur sulmin nga lart, në fakt sulmi të vjen nga afër dhe ti habitesh çfarë po ndodh. Edhe e njëjta mund të them se ndodhi edhe me mua. Duke i pritur domethënë nga lart, sulmet vinin vetëm nga afër dhe në një moment u bllokova. Ajo ishte rasti shumë i rëndë. Nuk e dija se çfarë po ndodhte, se për herë të parë në jetën time përjetova vështirësi kaq të mëdha. Ishte një situatë që nuk mund ta përshkruaj asnjëherë fjalët. Domethënë ishte shumë e vështirë, por e luftova, e fitova. Po sepse mendon se çfarë do bësh tash që të dalësh në kjo situatë, sepse more këtë iniciativë dhe nuk don që kjo iniciativë të të bjerë poshtë. Kishte, domethënë se në momentin kur unë domethënë më ndodhen këto papritmas, domethënë vinin nga afër, të cilat edhe unë habita, unë domethënë emocionalisht u lodha, se nuk ishte nga lart, ishte shumë nga afër, emocionalisht unë u lodha shumë. Por e përmbrova shumë shpejt vetën, për hir të këtyre zogjve dhe të misionit, nuk u dorëzova, fitova, por mendoj se gabua se gjithmonë një ushtar e bën më të fortë kur e stërvit më shumë. Po, e vërtet. Edhe unë e fitova betejën. E vërtet. Tash ti lëm anash këto të cilët i kanë bërë këto kurthet apo le të themi këto gjërat, po të flasim për ato të cilët kanë bërë gjërat mira, mbështetja jote. Pikërisht. Ke pas shumë mbështetje, megjithëse domethënë kanë qenë edhe këto gjërat që të kanë penguar dhe të kanë vështirësuar punën, ke pas edhe shumë mbështetje. Mbështetja ka ardhur edhe nga shqiptarët e Maqedonisë, ka ardhur edhe nga shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës. Më trego pak kush kanë qenë mbështetjet më të mëdha në hapjen e bibliotekës, jo vetëm gjatë hapjes, po edhe tash sot ditët e sotme. Të gjithë shqiptarët kanë kontribuar nga Maqedonia, edhe Presheva, mund para mendosh se atje dihet se si është situata, Kosova, Shqipëria, Malizi, diaspora, por të jem shumë e sinqertë dhe e drejtë me historinë, shqiptarët e Shqipërisë morën një hof shumë të madh. E përjetuan më me emocion, që ne gjithmonë kemi pasur
pasur ato paragjykimet se ato në fakt janë më të ftohtë. Në fakt ata që ishin më të zjarrt për bibliotekën, dhe pasi u hap, domethënë më shumti që vinë në vizitë për bibliotekën janë nga Shqipëria. Vinë shkolla, vinë njerëz të thjeshtë, akademik, figura publike, domethënë Shqipëria akoma mbetet në start, domethënë jo vetëm në nëntor, por gjatë gjithë muajve të tjerë. Por edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia. Por unë po flas për ato që kanë qenë aktive edhe më herët, por që janë aktive edhe tani. Pikërisht. Pra sjellin edhe libra, edhe janë aktiv interesohen se çfarë ndodh me bibliotekën, aktivitetet e bibliotekës. Për zotë që interesohen, të kam treguar për gjyshet. Po, pikërisht desha ti përmend sepse edhe disa fotografi të cilat edhe në ndërkohë edhe njerëzit i shohin, edhe ato që na ndjekin i shohin dhe fotografit, gjyshet e zogjve. Ju i quani gjyshet e zogjve, zonjat të cilat janë nga Shqipëria, po, që kontribuojnë. Janë 8 zonja intelektuale, inxhiniere, doktora shkencë, filozofe, janë tani pensioniste dhe janë mbi moshën 72, 73, të 8 gjyshet, domethënë janë ata të cilët mblidhen, edhe vinë në manastir. I përkëdhelin fëmijët, i duan me sinqeritet, ju sjellin dhurata dhe fëmijët meqense ata ishin të para që interesoheshin për ta, edhe i shikonin në moshë të shyrit, thresnin gjyshet. Edhe tani gjyshet, vinin prindrit kur do vinë gjyshet, edhe tani gjithë manastiri më i thret gjyshet e zogjve. Gjyshet e zogjve, ato tashme kanë marrë epitetin gjyshet e zogjve. Ne i përshëndesim prej këtu nëse na ndjekin, nëse kanë qëlluar që të na ndjekin sigurisht, dhe bëjnë një punë shumë të bukur, sepse janë në penzion dhe sigurisht që kohën e tyre mbase mund ta kalojnë në mënyra të ndryshme, por që ato kanë vendosur që ta kalojnë edhe me zogjt e manastirit. Të futesh në histori nuk kërkon shumë mund, kërkon vetëm pak vullnet. Ashtu sikur gjyshet që i hipin furgonit nga Tirana direkt në manastir. Kjo është gjë shumë e bukur. Vetëm të kesh vullnetin dhe zemrën e hapur. Nuk duhet asgjë tjetër. Shumë e vërtet. Ka pas ndonjë mbështetje që të ka surprizuar, nuk e ke pritur që do e kesh mbështetjen e dikujt? Ka pasur shumë, por tani nuk më kujtohen saktë se cilat. Se po përmenda njërin do i ngelet hatri tjetrit, prandaj më mirë. Se po mos përmendim emra, më mirë. Pikërisht po. Okej. Di që edhe Ambasada e Shqipërisë të mbështet jashtë mase. Po, ambasadori domethënë është i vetmi që interesohet për zogjt e manastirit, edhe ata tani e duan. E mbaj mend për 22 nëntor, se këta janë fëmijë dhe janë shumë të vegjël, erdhën domethënë personalitete nga Shkupi, ambasada, edhe fëmijët i shikonin gjithë kështu, domethënë kush janë këta, se në kostume me abi. Edhe për fëmijët aq mjafton, domethënë një mbështetje shumë e bukur që ata që të mos harrojnë kurrë. Edhe Dënjoni nuk e harrojnë, domethënë i bëjnë piktura, i dërgojnë përshëndetje shumë shpesh, edhe e duan fëmijët. Domethënë edhe për ambasadorin është e njëjta rast sikur me gjyshet. Kur e ke zemrën e madhe që të ngelesh në histori me diçka shumë të vogël, mund ta bësh. Vetëm a ke vullnet. Shumë e vërtet, dhe në fakt edhe ambasadori Denjar Mejdani ka treguar vullnet shumë për shqiptarët e Maqedonisë. Ne e dim shumë mirë rastet që ka qenë aktiv jo vetëm tek shqiptarët e manastirit, në Nerov që ne jemi shumë afër, në Shkup u hap dyert të rinjeve dhe ka qenë një ambasador që s'kemi pas asnjëherë në Maqedoni. Ti e din shumë mirë dhe unë e di shumë mirë. Shumë e vërtet në fakt, me të vërtetë është shumë aktiv edhe në përshkolla, domethënë gjatë gjithë kohës interesohet se çfarë ju mungon në zonasve, fëmijëve shqiptar dhe të rinjve shqiptar, kështu që edhe kjo është një mbështetje shumë e madhe. Se derën gjithmonë kemi pas të mbyllur para se e dim në shumë mirë situatën se si ishte. Po, shumë e vërtet. Emira, ne do vazhdojmë të flasim sepse do të flasim pak edhe për aktivitetet të cilat i bëni ju gjatë gjithë kohës me fëmijët, me zogjt e manastirit, me zogjt e bibliotekës, megjithatë do të shkuptojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Emiren, me të cilën flasim sigurisht për sfidat që ajo ka përjetuar me hapjen e bibliotekës, megjithatë edhe për aktivitetet e bibliotekës. Do të flasim pak shkurt edhe për aktivitetet, por siç e dini tashmë koncepti i emisionit, ne her pas here ju bëjmë surpriza edhe të ftuarve dhe për Emiren sigurisht që do të kishte surprizë, kështu që nëse ka mundësi para se të fillojmë bisedën, regjia të na shfaq videon e parë. Përshëndetje. Unë quhem David dhe u gëzova shumë kur Ilmia më ka ftuar të jap dy fjalë për Emiren. Unë si shumë shqiptar kam dëgjuar për Emiren kur dilte në emisionet e ndryshme duke kërkuar libra, më duket që kam parë për të parë te Adi Krasta. Dhe më bëri shumë përshtypje energjia e saj. Kush ishte kjo vajzë, më thënë, që dilte si nga hiqi, edhe kërkon aq pasion të bëj një bibliotek në manastir, pa kërkuar lejen e askujt. Më thënë, kjo ishte një vajzë luftarake, jo për veten e vet, por për kombin e vet.
kam filluar të pyes se kush është kjo, sepse vërtet jam interesuar për manastirin, me që kam studiuar shumë nga dokumente në arkivat të ndryshme jetën e familjes Qiriazi dhe punën e tyre të çmuar për kombin shqiptar. Por dikush më ka thënë, po kjo është një vajzë e re, është këtu sot e nesër çfarë dihet, është si një flusk. Por unë nuk isha I bindur. Pash diçka ndryshe te Emira. Edhe u gëzova kur pata rast për ta takuar Emiren dhe me mikun e saj më të shtrenjtë. Dhe zbulova që me të vërtet kjo ishte një vajzë me themel, që kishte filluar një punë pa kërkuar lejen e askujt, pa pasur mbështetjen e askujt, por ka parë një nevojë dhe tha, unë do ta kryej, unë do ta përmbush këtë nevojë në mënyrë që populli im, sidomos fëmijët shqiptare të manastirit të përparohen. E pastaj që kjo marrëdhënie u shndërrua në miqësi, edhe jam shumë I gëzuar për këtë miqësi. E që ajo ka një iniciativë që është e rrallë, sepse shumë njerëz duhet të kishin bërë këtë punë që ajo ka bërë edhe po bën. Duhet të kishin bërë me kohë, njerëzit që kishin burime më shumë, që kishin burime njerëzore, ekonomike më shumë, por Emira tha, edhe sikur të jem unë kundër gjithë botës, këtë do ta bëj. Pastaj kam fituar një respekt të madh për Emiren, sepse duke bashkëpunuar me të, duke folur shpesh me të dhe me ta, unë kuptova që kishte shumë sfida, kishte shumë njerëz që ishin kundër. Ajo ishte shpeshherë dëshpëruar, shpeshherë jo për veten e saj, por për fëmijët e manastirit, për kombin e saj. Ka njëherë nuk fiton respekt për dikë derisa të bashkëpunosh me atë njeri. Edhe unë kam parë nga afër që Emira është një thesar për kombin shqiptar. Energjia, mirësia, iniciativa, respekt, Emira, Albanian. Emira është një shqiptare. Edhe ajo ka shumë dashuri për gjithë shqiptarët, edhe gjithmonë do ta ketë. Faleminderit për këtë mundësi, me shumë respekt, me shumë mirënjohje ndaj Zotit që kam këtë miqësi, ju uroj gjithëve. Nuk e prisja Davidin, edhe ajo që për më befasoi në fillim ishte që tha edhe unë si gjithë shqiptarët, në ndërkohë është një Amerikan që e flet Shqipën shumë bukur. Mendoj që është shqiptarizuar. Do me thënë, është bërë sikur është me të vërtet shqiptare, flet Shqipën shumë më bukur se disa të tjerë. Prej në 92-shit, nëse nuk gaboj, Davidi ka ardhur në Shqipëri, ka bërë shumë punë të mëdha, hulumtime shumë të bukura për shqiptarët në fushën e historisë, edhe ne gjithmonë Amerikanët I kemi pasur aleatët kyç, edhe historia vetëm se shkon dhe përsëritet. Është ndryshe kur Amerikanët punojnë për historinë shqiptare. Do të thënë se ne e bëjmë me emocion, për këta nuk e bëjnë me emocion, këta e bëjnë me fakte, me realitet, pa ndjenja, e bëjnë me profesional. Dhe me të vërtetë Davidi është njëri shumë I mirë, unë dhe Molosi e kemi shumë I këtë çmuar dhe presim nga Amerika të vije sërish tek ne, edhe të na befasoj me ndonjë zbulim të radhës. Se e di se Gjoni dhe Davidi po përgatisin diçka shumë të madhe për kombin shqiptar që do e shpallin në për media dhe në publik, dhe mezi e presim atë ditë kur të vije që ne në fakt unë e di, për opinioni, të befasohet edhe me diçka të bukur që do vijen nga këta të dytë, dy shkencëtar amerikan. Kjo me të vërtet ato që thej, sepse është ndryshe kur dikush që nuk është shqiptar e studion të gjithë historinë shqiptare, identitetin shqiptar dhe e tregon botës, e tregon me fakte, sepse e the që ne mbase na kapin ato emocione dhe disa gjëra I bëjmë me emocione, megjithatë ata I bëjnë me fakte, por dua që ta falenderoj sigurisht Davidin për këtë mesazh, nuk nguroj në momentin e parë që I thash, kështu që e falenderoj shumë që mori kohë për ndau pak kohë në fakt për ta dhënë këtë mesazh dhe ishin në të vërtet fjalë shumë bukura. Por nuk kemi përfunduar këtu me surprizën, sepse kemi edhe një surprizë tjetër nëse ka mundësi edhe videon e dytë. Emira të përshëndes dhe të falenderoj për punën e jashtëzakonshme që po bën me fëmijët e manastirit, por edhe me komunitetin shqiptar atje.
Është një qytet që ka nevojë për të gjithë ne. Një qytet me trashëgimi, kulturë, identitet të pastër shqiptar. Një identitet cilin e kanë mbytur, e kanë ndrydhur, e kanë fshehur, por që sot më shumë se kur duhet të gjej vetveten. Ndaj unë të falenderoj për punën e madhe që po bën atje bashkë me Molosin. Ju falenderoj të dyve, sepse të gjithë bashkë duhet të jemi aty, pra shqiptarëve të manastirit, për t'i dhënë këtij qyteti atë shkëlqim që vërtet meriton, shkëlqimin e rrënjve shqiptare. E mira, faleminderit. Faleminderit për punën që po bëni aty dhe shpresoj që gjithmonë më shumë të jemi bashkë për shqiptarët e manastirit, për historinë shqiptare, për trashëgiminë shqiptare, për kulturën shqiptare të këtij qyteti vërtet të vyer. Sinqerisht faleminderit dhe padyshim gjithmonë më shumë shpresoj të bashkangjitemi iniciativës për ta mbajtur fort manastirin shqiptar. Të përshëndes. Ja dhe Marin Mema, një falenderim në fakt shumë i madhe dhe për Marin Mema, në cili mes angazhimeve gjeti kohë. Kofto që më trondite me dy surpriza me të vërtet shumë të veçanta. Nuk e prisja Marinin dhe Davidin, dhe me thënë dy miq shumë të çmuar për mua dhe Molosin, që do ishin prezent sot me mua në përmjet ekranit, sidomos Marini që dhe me thënë ka vite që njihemi, bashkëpunojmë dhe jemi miq shumë të mirë edhe të sekretave. Dhe një emocion që nuk përshkruan fjalë. Unë kam qenë pothuajse në të gjitha mediat e shqiptarisë, por ky emocion sot ishte i papërshkrueshëm, se ishin pikërisht dy njerëz që dinë historinë tonë të përjetimit brenda këtyre viteve në manastir nga afër, dinë shumë sekrete, dinë shumë vështirësi të cilat i kanë parë edhe ato vetë, prandaj Davidi dhe Marini janë dy njerëz jo të zakonshëm, por shumë të rëndësishëm për jetën time, të Molosit dhe të gjithë shqiptarëve. Sidomos njëri ka kontribuar në shkencë dhe me dokumenta, tjetri me punën e ngjashme në gazetari, me ekran dhe duke i shpalosur ato nëpërmjet ekranit. Përndryshe dhe Marini dhe Davidi njihen shumë vite më përpara, edhe ne njihemi, domethënë jemi një klan miqësh shumë të mirë. Dhe me të vërtetë falenderoj shumë për këto emocione që mi dhe sot në këtë studio, se nuk janë njerëz të zakonshëm dhe thash. E vërtet dhe me vjen mirë në fakt edhe që i përjetove këto emocione, sepse kjo e bën pak më ndryshe edhe për të parë edhe fjalët e këtyre njerëzve që janë njerëz të mëdhenj që kanë kontribuar shumë, siç e the, për t'i thënë kundrejti në fakt për ty, fjalët që i thonë edhe për ty. Kështu që edhe unë e falenderoj shumë edhe Marin Memën, sepse me të vërtetë me gjithë atyre angazhimeve gjeti kohë në momentin që i kam thënë që do të një mesazh, nuk nguroj. Dhe Marin Mema sigurisht që është një gazetar i cili ka kontribuar shumë me punën dhe përkushtimin e tij, me dinitet, ka kontribuar shumë për të ruajtur historinë dhe identitetin, kështu që ishte kënaqësi shumë për mua që edhe të jetë pjesë sado pak e shkurtër e këtij emisioni, duke i bërë në fakt edhe thirrje publike, pse jo që të vi edhe në emision dhe për të folur për gjithë rrugtimin e tij, por më vjen mirë me të vërtetë që edhe ti u befasove nga kjo surprizë. Të them të drejtën për Davidin e mora pak ndihmë edhe nga Molosi, sepse ai më tha që jeni edhe miq shumë të afërt, kështu që edhe Davidi në fakt të tregoj diçka për Davidin. Se ne gjithmonë kemi mësuar historinë nga librat, ka shkruar për burimin e atij informacioni që ndodhet në libra nuk e kemi marrë asnjëherë. Domethënë, si mashineri kemi mësuar prej në fillore deri në universitet. Edhe mbaj mend, ishim në manastir një herë, ka 2 vite, edhe Davidi ishte me mua dhe me Molosin, po na tregonte muhabete shkencore kështu me radhë. Edhe na tha neve, e dini ju se ku ka ndodhur, ku ka qenë e hapur shtypshkronja e parë në gjuhën shqipe, edhe ne ku, si dy shqiptarë ta hapitur. Ja, tha, këtu më njerë. Por nuk e tha vetëm me gojë, me dokumenta në duar gjithçka. Domethënë, prandaj amerikanët janë interesantë që domethënë gjithçka japin me dokument me fakte që të huajt, edhe kur duan të na kundërpërgjigjen, ato me shumë ftohtësi e kundërpërgjigjen me argumente. Jo, në fakt kjo është e vërteta. Edhe Marini domethënë ka bërë punë shumë të mëdha në manastir, në Shkup, gjithkund me ato dokumentaret e tyre që ngjallin një emocion shumë të madh tek të rinjët, dhe Marini e di se nuk do ndalet, ka projekte shumë të bukura edhe në Maqedoni dhe mezi presim që të dalin sa më shpejt në publik. Sigurisht edhe ne presim. Më trego pak
duke qenë si jemi nga fundi, tashmë erdhi fundi i emisionit, sepse kur biseduam se që mbase shumë i gjatë, po që unë gjithmonë e them këtë që ndonjëherë nuk mjaftojnë kur ka se çfarë të flitet, nuk mjaftojnë edhe minutat. Megjithatë, duke qenë se jemi në fund, më trego pak cilat janë aktivitetet që priten edhe nga biblioteka, aktivitetet që zakonisht i bëni, po që edhe kohët në vazhdim, le të themi muajt në vazhdim priten. Unë mundohem të punoj në mënyrë sa më profesionale dhe mbaj shënime për të gjithë vitin dhe jo vetëm për muaj nëntor si që ndodh zakonisht, do kemi aktivitete mjaft kulturore arsimore, shumë të bukura. Tani përgatitemi për datën 21 shkurt, është dita ndërkombëtare e gjuhës samtare, bashkë me zogjt dhe me mësuesët, duam të bëjmë diçka të bukur në nder të asaj dite për gjuhën shqipe. Pastaj është 7 marsi, është edhe dita e pavarësisë së Kosovës, në prill, në maj, domethënë për çdo muaj aktivitete të bukura që qyteti që i takon në fakt të mbetet gjithmonë i gjallë vetëm nëpërmjet kulturës dhe arsimit. Edhe kjo është betejë ime, vetëm kulturë dhe arsim, dhe unë me fëmijët dhe me mësueset nuk do ndalem, por pas bibliotekës unë jam në rrugë për një projekt tjetër të bukur, të cilin nuk e bëj publike. E din vetëm Marini, Davidi, Molosi, domethënë njerëzit që janë të afërt, bëhet po bëj gati, se duhet të jetë sa më profesionale, nuk është sikur nisma, është diçka që duhet ta bëj domethënë vetëm pa ndihmën e gjithë opinionit shqiptar, një projekt shumë të bukur që do gjallëroj sërish qytetin e Manastirit, që i ka munduar me vite. Do ta vish sërish për të folur edhe për këtë projekt. Pikërisht po, duhet të përgatitem shumë mirë profesionalisht që në mënyrën kur të filloj të jetë gjithçka e gatshme, diçka që manastirasit mezi e presin, sa atyre u kanë treguar. Sigurisht edhe ne mezi e presim dhe unë të uroj shumë suksese edhe me këtë projekt që tashmë ke nisur, por gjithashtu edhe me bibliotekën, me aktivitetet e bibliotekës dhe me të vërtet po bën një punë shumë të madhe, besoj ta kanë thënë disa herë, po ta them edhe unë këtu publikisht, je frymëzim, besoj edhe për shumë të rinj, edhe jo vetëm për ato fëmijët, por për të gjithë të rinjt, sepse një vajzë e re të marrë këtë iniciativë dhe të ketë këtë guxim janë të rrallë dhe shpresoj që të shtohen njerëzit si ty, kështu që vazhdo me punën tënde, unë të uroj shumë suksese dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit të Prizma që ndave edhe këtë rrugtim. Faleminderit shumë Ilmie, ishte shumë kënaqësi, dua t'ju them edhe një gjë për herë të fundit të rinjeve, të gjithë të rinjët të cilët duan të marrin hapa të tilla kombëtare, me njerëve të fillojnë dhe mos të mendojnë dy herë, por çfarë është më e rëndësishme, mos ta pyesin askënd dhe mos t'i besojnë askujt për pos vetes së tyre. Kaq. Një mesazh shumë i mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe juve. Faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin episodin e sotëm. Unë falenderoj Aria Fashion, ato të cilat gjithmonë kujdesen për veshjen time, për dukjen time. Ato i gjeni në qendrën tregtare Dua Mall në Struk, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe Instagram, Aria Fashion, ku do të mund të porositni edhe online dhe ju ja sillin deri në shtëpi. Unë ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë me rupafshim.